Speranca TV paraqet. Unë isha shumë e re kur u larguam nga Shqipëria për të jetuar në Itali. Prindrit e mi e morën këtë vendim sepse donin një jetë të mirë për ne, larg vështirësive që kishim në atë kohë. Fillimi në një shtet të huaj nuk ishte as pak i lehtë. Baba im gjeti punën ndërtem dhe punonte nga mëngjesi deri në darkë, kurse nëna merrej me rroba qepësi në një dhomë të vogël që e kishim marrë me qira. Unë sapo kisha mbaruar shkollën e mesme dhe e dija që duhet të gjeja patjetër një punë për të ndihmuar familjen time me shpenzimet e muajit. Pas disa muajsh kërkimi dhe pas shumë dyerve që kisha vetur, pata pak fat. Gjeta një vend pune si pastruese në një shtëpi jashtëzakonisht të madhe. Në fakt, fjala shtëpi është e vogël për ta përshkruar. Ishte një vilë e vërtet luksoze, e vendosur në një nga lagjet më të pasura të atij qyteti italian. Sa po hyen nga porta kryesore, shikoje një oborr të mbjellë me pisha dhe një pishinë të madhe në anën e djathtë. Villa kishte 3 kate, e kishte 10 radhoma, e për mua ishte një botë krejt tjetër. Aty jetonte një çift italianësh pasanik. Pronari ishte një burr rreth të 50-ave. Ai ishte shumë i veshur mirë, e vishte kostume të shtrenjta dhe kemisha të hekurosura në mënyrë perfekte. Mora vesh që ai kishte disa biznese të tijat në qytet. E gruaja e tij ishte një tjetër histori. Ajo ishte një grua që nuk e njihte fare lodhjen e punës. Zgjohej çdo ditë rreth orës 11. Rrinte në qetësi e pastaj bëhej gati për të dalë. Ajo takohej çdo ditë me shoqet e saja, shkonte në qendra tregtare, drekonte në restorane të shtrenjta dhe kthehej në shtëpi vetëm pas dite. Puna ime fillon të herët. Unë duhet të fshija pluhurat në çdo dhomë, të laja dyshemete mermerit dhe të kujdesesha që çdo gjë të ishte shumë e pastër. Gjatë atyre orëve të gjata të punës, unë kisha shumë kohë të mendoja. E shikoja atë burr italian dhe thellë brenda vetes e lakmoja shumë. Nuk ishte vetëm pamja e tij, por ishte e gjithë ajo pasuri dhe gjithë ai pushtet që ai përfaqësonte. Kur shikoja rrobat e mia të thjeshta dhe pastaj shikoja dollapet e gruas së tij të mbushur me fustane dhe me çanta, mendoja se sa padrejtësi kishte jeta. Mendoja me vete se sa mirë do të ishte sikur unë të isha zonja e asaj shtëpie dhe të kisha një burr të tillë që të më siguronte gjithçka. Për shkak se shtëpia ishte e stërmadhe, kishte ditë që unë nuk e shihja fare as pronarin dhe as gruan e tij, edhe pse ishim në të njëjtën çati. Por kur gruaja e tij dilte me shoqet, shtëpia binte në një qetësi të plotë. Kur ikte ajo, s'kishte kush të bërtiste, sepse ajo ishte një llafazane e madhe. Pronari nganjëherë nuk shkonte as në zyrën e tij në qytet, e preferonte të punonte nga shtëpia.
A i kishte një dhomë të madhe pune në katin e dytë, e unë e kisha mësuar tashmë zakonin e tij. Çdo ditë, rreth orës 11, ai donte një kafe espres. Unë ja përgadisja në kuzhinë, e vendosja në të baka dhe nisesha drejt katit të dytë. Gjithmonë trokisja tek dera e zyres. Hyja brenda, ja lija filxhanin mbi tavolinë dhe dilja. E ne me zvete bisedonim shumë pak. Por me kalimin e muajve, gjërat nisen të ndryshojnë në mënyrë shumë të natyrshme. Unë e vija re që ai filloi të rinte me gjatë në shtëpi. Kur gruaja e tij dilte me shoqet e saja e me mikesha, unë dhe ai mbeteshim të vetëm në atë shtëpi gjigande. E kishte aq shumë dhoma dhe korridore, sa që ne kishim një hapësirë të pafundme për të mos u shqetësuar nga askush, e mund të fshiheshim kudo po të donim. Një ditë kur gruaja e tij kishte shkuar në një panajër mode në një qytet tjetër, unë isha në bodrumin e shtëpisë, aty ku ata mbanin koleksionin e gjërave të shtrenjta. Po pastroja ca rafte prej druri, e nuk kisha askënd pranë, por dëgjova hapat e tij në shkallë. Ai zbriti poshtë për të marrë diçka me vlerë, e unë po qëndroja pranë murit me një pecet në dorë. Ai mori atë që donte të merrte, por në vend që të ngjitej lart, u ul në një karrige të vogël që ishte aty në qoshe, e më pyeti se si po kalonin prindrit e mi në Itali dhe nëse e kishin të vështirë gjuhën. Ai me fliste me një zë shumë të ëmbël. Unë i tregova për babain tim dhe për punën e tij, e ai me tregoi për bizneset e veta dhe për stresin e madh që kishte të përditshëm. Ishte një bisedë shumë e qetë, por unë kisha shumë emocione. Kur e imagjinoja veten që unë nuk isha askushi, e po bisedoja me një milioner, me kapnin emocionet. Shtëpia e madhe ishte bosh, e kur mbaruam bisedën, ai mori atë gjën që kishte në dorë, që unë se dija se çfarë ishte, por e dija që kishte vlerë, sepse ishte në ngjyrë të arit. E mori atë dhe unë gjit lart. E këto situata filluan të ndodhin më shpesh. Një herë tjetër, isha duke sistemuar rrobat në dhomën e tharjes së rrobave, e cila ndodhej në fund të korridorit të katit e parë. Ajo ishte një dhomë e izoluar nga pjesa tjetër e shtëpisë. Gruaja e tij ishte në një drek. Ai erdhi tek kjo dhoma që thanim rrobat e më kërkoi një këmishë speciale që i duhej për një takim. Unë po palosja për shiret, e i tregova se ku e kisha vendosur atë këmishë. Ai shkoi e mori, por nuk doli nga dhoma, e qëndroi aty duke më pyetur për planet e mia nëse do të vazhdoja universitetin këtu në Itali. Teksa unë flisja me vështirësi gjuhën italiane, ai me dëgjonte me shumë vëmendje, e unë e dija thellë brenda vetes që ai po kërkonte praninë time. Ne e gjenim gjithmonë një mënyrë për t'u takuar në cepat e asaj shtëpie të madhe, larg syrit të gruas së tij, e cila nuk kuptonte asgjë. Ishte dita ime e fundit e punës, përpara se të merrja 2 javë pushim gjatë muajit gusht. Ishte vonë pasdite, e gruaja e tij përsëri kishte shkuar në qytet për të darkuar me kolegët e saj e do të kthehej vonë, e unë kisha mbaruar të gjitha punët. Kisha larenet, kam rregulluar kuzhinën, e po bëhesha gati të ikja,
e kur dola tek salloni më i madh i asaj shtëpie për të fikur dritat, pronari italian zbriti nga kati i dytë. Ai kishte veshur atë kemisht e bardhë të thjesht dhe me pantallonat e zeza, por gjithmonë mbante dhe kollare. Unë mora çantën time dhe u ktheva nga dera. Ai doli përpara e u ndal pak hapa larg meje. Më shikoi duke buzëqeshur. Më tha se kur të ikja unë, kjo shtëpi nuk do të ishte më njësoj. Unë do të merrja 2 javë pushim. Ai më thoshte që nuk e di si do t'i kaloj këto 2 javë pa ty. Jam mësuar që të shoh kudo nëpër shtëpi. Unë i thash që koha do të kalonte shumë shpejt, e se do të kthehesha shpejt në punë pas 2 javësh. Por ai bëri një hap përpara, e unë, nga emocionet, qëndroja aty. Ai më ofrua plotësisht dhe e kaloi një rëndor pas mesit tim e me dorën tjetër me kapi lehtë pas shpine. E unë lëshova çantën nga dora, e unë mbështeta tek ai dhe aty në mes të sallonit të errët ne filluam që të putheshim. Ishte një puthje shumë e qetë, por ishte një puthje mjaft e gjatë. Po putheshim pa thënë asgjë. Pas pak unë u shkeputa e ai me kapi për dore dhe me tha të ngjiteshim lart. Kur shkuam lart e sapo kaluam shkallët, përsëri në korridorin e katit të dytë, ai më ofrua pas shpine e filloi të më puthte në qafë. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose komentoni.